Galeria e Arteve Digjitale të Korçës ka hapur dyert këtë të shtunë për një eksperiencë artistike të veçantë me titull Imagine, një Shqipëri që projekton të ardhmen. Ky projekt imersiv ndërthur artin, teknologjinë dhe imagjinatën fëminore, duke sjellë për publikun një udhëtim poetik nga e kaluara drejt një të ardhmeje europiane të Shqipërisë. Ekspozita radhës nga Galerinë e Arteve Digjitale Korçë sjell një eksperiencë shumë të bukur, jo vetëm nga ana artistike, por edhe nga ana historike, social-kulturore dhe territoriale të Shqipërisë, jo vetëm si një territor në brendësi të një kontinenti siç është Europa, por edhe një realitet mbi këtë kontinent, realitet artistik, historik, realitet turizmi dhe mbi të gjitha realitet mbi imagjinatën e më shumë se 3.000 fëmijëve që kanë qenë pjesë e këtij projekti të jashtëzakonshëm. Imagine ndërtohet mbi konceptin e bashkimit të kujtesës dhe vizionit, ku figura e Skënderbeut mbetet simboli i historisë që nuk plaket, ndërsa fëmijët janë udhërrëfyesit e së ardhmes. Kjo formë të pasqyruarit është shumë e bukur dhe e veçantë sepse tregon vizualitetin. Më pëlqen shumë sepse është shumë krijuese. Disa këto piktura për mua mund të tregojnë shumë pak në pamjen e parë, por për brenda mbajnë shumë gjëra të veçanta që pse shumë njerëz s'mund t'i kuptojnë. Imagine vjen si një ftesë për të parë Shqipërinë me sytë e brezit që vjen.